طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Islami Feja për kryer. Një pjesë të librit e kemi shtjelluar, sonte do ta përfundojmë inshallah taala. Thot autori i librit, është e pamundur që në një shoqëri të mos ketë individ me qëllime të këqija. A është e mundur me pas njerëz që s'ka të këqij? Jo. Në çdo shoqëri, në çdo vend, çdo shtet, po edhe në fisën farefis, po edhe mrena shtëpisë tonde, pak pas në njëri të keq, është e pamundur. Por më shumë në shoqëri, apo. Po njëkohësisht, në anën tjetër, është e pamundur edhe pa pas njerëz të mirë. Është e pamundur pa pas njerëz të mirë. Sikur që ka të varfër edhe të pastër, ka me pas njerëz të mirë edhe njerëz të këqij. Dhe këta njerëz të këqij tani kohën kanë me luftu këta njerëz të mirë. Njerëz të mirë kanë me luftu këta të këqij. Çdo herë ka me qenë një luftë e ashpër mes dy, po themi, komuniteteve, apo? Allah i lartësuar e ka shpjeguar shërimin e saj në 3 vende në Kur'an, për luftimin e të keqes. Thot duke ju shmangur të keqes, edhe thot duke e zavencuar me të mirë. Thot vendi i parë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, në suratul A'raf, na tregon shumë qartë. Thot ti merre thot të lehtën, po drejtohet ty si besimtar, me marrë të lehtën. Kur dy gjëra i kemi, një të lehtë dhe një më të vështirë, është urdhri Allahut subhanahu wa ta'ala që çdo herë me kap më të lehtën. Përderisa ka argument. Përderisa ka argument. Jo mu çu me marrë ijtihadate të lehta. Mos të keq kuptohet tash. Mi marr fjalët e ulemave që ty të shkojnë për qefi. Jo. Argumentin me kap. Nëse ka argument nga Allah dhe pejgamberi i tij sallallahu alajhi wasallam që kjo gjë është e lejuar dhe është e lehtë, është efdal, është më e mirë ti më shku me marr që ato çka është më e lehta. Sepse nëse shtrëngon ti fen, feja ka me të mujt, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po të shtrëngimi mos të keq kuptohet tash. Mi fal 5 vakte nuk është shtrëngim. Se këta që e kanë lëshu krejt fen, ty të thënë ti për shtrëngon fen. E sa po do me ta liru ti? Ku po do me ta liru? Sa? E ki. Jep mani kufi. Nuk është shtrëngimi fes 5 vakte mi fal. Nuk është shtrëngimi fes 5 vakte mi fal në xhami. Nuk është shtrëngimi fes ti ku e dione mos me bu haram, mos me pi alkool. Nuk është shtrëngimi fes mas i tash aktuale, mos me këqyr Big Brother. Mi thon familjarëve mos e këqyrni këta. Nuk është shtrëngimi fes. Kjo është tamam lehtësimi fes është. Pastaj çfarë thot? Ti merre të lehtën, urdhro për të mirë dhe thot largoju thot nga kush? Thot nga të padijshmit, nga xhahilat. Merre të lehtën, urdhro për të mirë, edhe e treta, largoju ignorantëve. Largoju ignorantëve. I keni pa në për komente ignorantët, i keni pa edhe jashtë komenteve, se çfarë fjalë flasin, largoju xhahilave. Largoju xhahilave. Po ashtu, nga rrodhët e shejtanëve të gjintash, kjo është sa i përket njerëzve. Mirë po, dyshimet dhe sulmet vijnë nga njerëzit edhe nga gjinët. Nga njerëzit e kuptum, merret letën, urdhro për të mirë, largoju xhahilave. E shejtanët, gjinët shejatin, çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala, alaykum salatu wa barakatuh, e nëse të godet shejtani me ndonjë vezvese, shejtani ka më mundu dhe e ka dhënë fjalën Allahut azza wa jall që ka më mundu mi dal përpara, mrapa, ndjath, në të majt, vetëm e vetëm ty me të largu nga dini Allahut subhanahu wa ta'ala. Dine që shejtani e ka të armitsin qysh në fillim të krijimit. Qysh në fillim të krijimit. Pse? Sepse xhelozoi tek Ademi alayhis salam. E krijoi Allahu azza wa jall me dy durët e tij
një krijesë madhështore, diku afër 30 metra, dhe e krijoi nga dheu, këto e krijoi nga zjarri, dhe çfarë i tha bjerin seçte. Unë më ran seçte këtia? E kapi inati. Për atë arsye, armiqësia e shejtanit është deri në ditën e gjykimit. Ka me dalë përpara, mrapa, ndjadh, majt, tankon, ka me t'i zbukuru senet e këqia. E ndaj kësaj krijese, çka thot Allahu subhanahu wa taala? E nëse të godet shejtani me ndonjë vezvese, thot në kokë, sa i vezvese, në kokë të bën vezvese. Thot ti kërko strehim tek Allahu se vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Krejt e dim çysh me kërku strehim. Naudhu billahi minash shaitanir rajim, apo duat e tjera. Këto e bëjmë namaz, këto e bëjmë edhe në vendet e tjera ku të godet shejtani. Hish në WC, duhet me lyp mbrojtje prej Allahut nga shejtan të mallkuar, qoftë gjin, mashkuj apo femna. Vendi i dytë në Kur'an, suratul Mu'minun, thot, ti të keqen, ktheje me të mirë. Vallahi vështirë. Të keqen, ktheje me të mirë. Ai ty po të bën keq, ti lëre që nuk e kthen me të mirë, po ti hala më shumë ja kthen me të keqe. Apo? Musliman fatkeqësisht, besimtarët. Ai ty të bën keq, që ti e ke lejuar m'ja kthy të keqen atë sa e ka ai. Mirë po Allah po thot ti ktheja me të mirë. Ti lëre që një herë ja kthen me të keqe. Po ti ja shton të këqija, hala më shumë, që hen mëkat tek Allah subhanahu wa taala. Thot kthej me të mirë, ne e dim më së miri atë që shpifin ata. Gjersa për shokun e tij djallë, tash, se kjo ke për njerëzit, ndërsa për shejatin e çfarë thot? Dhe thuaj Zoti im, unë mbrohem me ty prej cytjeve të djajve, dhe mbështetëm te ti që ata të mos më afrohen. Shejtani vllazni nuk vjen me dorë me të kap, me të çute harami. Aleikum salam wa barakatuh. Salam. Shejtani nuk vjen me dorë me të kap me të çu në haram. A e dini që shejtani ditën e gjykimit ka me majt hutbe? Edhe kam ju thonë pasuzve, unë veç ju thash bre, pse më gut? Dënë mu largu, përgjithsin me largu. E njeriu e kap me dorë. Shejtani veç i përshpërit. Apeshe thot një femën, shko bën zina. Apeshe pasunin filonin fistekit, shko vjet. Apo të përshpërit për vllaznit, në përgjithsi me shpif gjëra, që si ka bo, shejtani veç të përshpërit. E kjo është e rrezikshme shumë, sepse e merr pastaj çat bindje, çat përshpëritje fillimisht, çaja përshpëritje bëhet bindje, prej bindjes veprimi është. Veç përshpëritja vllazni, bëheni një dallim edhe bëheni shumë të kujdesshëm që me ditë kur është përshpëritje dhe kur është bindje. Qëtu keni me godit mirë shejtanin. Shumica vllaznive që kanë vezvese, çdo përshpëritje thonë që kjo është bindja jeme. Jo, nuk është ashtu. Ape lufton ti ato, ape urrin ti ato, u kry puna. Ti nuk je. Ama nëse e bën bindje ti tash kufrin, d'vjen për shkak me shajt Allahun azza wa jall, me shajt fen Allahut azza wa jall, me shajt sunetet e pejgamberit alayhis salam. Çka o kjo? A është bindja jote? O vëlla, a jetu e urrejti ato? Po, u kry puna. S'është bindja jote. Pse po friksohesh? X, Y është. X i jeti, Y është përshpëritja. Pas bindjes, nëse të bëhet bindje, ti pastaj domosdo ki me shfaq jashtë çat veprim. Apo? Se ka me të shtime po veprën për jashta. Po nuk e bone. Atëherë tek Allah subhanahu wa taala arsyetohesh. Vendimi i tretë është në kapitullin Fussilet, ku Allah azza wa jalla ka shtuar sqarimin duke thënë se shërimi qiellor e shkatron atë smundje djallëzore, thot Allah azza wa jalla, të keqen thot ktheje me të mirë, sepse thot atëherë armiku yt do të bëhet thot më njëherë mik i ngushtë. E vështirë, vallahi e vështirë është. Ajtë Sulman ti ja kthen me të mirë. Ajtë Sulman ti prap ja kthen me të mirë. A i dini rastën e Muhamedit a.s. Një jahudi që ja qitke përpara, ja qitke bërlogin gjypër, dhe që mi thonë në jargonin e sotshëm, ja qitke përpara derës vetë. Çdo ditë i ka qitë. Një ditë se ka qitë. Asnjëherë bre nuk i ka thonë pse ma ke qitë. Asnjëherë Enes ibn Malikut nuk i ka pejgamberi alayhis salam se ka qenë Enes ibn Maliku ka qenë
shërtori Muhamedi s.a.s. asnjëherë nuk ja ka kthy fjalën me të keq. Asnjëherë. 10 vjet i ka shërby. Dhe Muhamedi a.s. një ditë e ka pa që ky jahudia se ka qitë përpara. Çat bërllaga gjybra, ç'a më thon? Edhe shkon e viziton. Subhanallah. Thot çau bo se poshtë se ki qitë bërllogin para derës. Subhanallah. Edhe në fund ai e pranon Islamin për çdo veprim. Nuk dini vllazni, një fjalë jotja mundet me ndiku që njeriu më udhëzu, por një fjalë jotja mundet më bë sebeb që njeriu me deviju krejt. Andaj keni kujdes se çysh silleni me vllazni fillimisht, por edhe me të tjerët, sepse bëjmë dëm më shumë se sa hajr. Thot çka ky virtyt, kjo cilësi u dhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Cilësi e mirë. Thot gjithashtu e ka sqaruar në vende tjera të shumta urtësinë edhe butësinë. A ka dallim urtësia dhe butësia, vllazni? Çfarë mërmenja? Po ajo? Po, ka dallim. Se ka raste, butësia e tepruar nuk është urtësi. Butësia e tepruar është ekstremizëm. Për shembull, jetë gjykatës. Jetë gjykatës shariatik. Edhe vjedh një person. Vjedh, ashiqare, ki dëshmi, fakte, edhe unë e vallaj butësi, sana, kësë pja prej dorën. Kjo ekstremizëm është kjo butësi. Ligji i Allahut është ligji i Allahut. S'mush me ndërhyjti në butësi, nuk është ti më i butë se Allahu azza wa jall. E urtësia çka është? Me thonë një gjë në kohën dhe rrethonën e caktuar. Nëse është një gjëna dhe ti e flet të vërtetën, që e ki thonë hak, dhe që të keqe, nëse nuk e largon, por se e shton, këtë rast ti s'ke bërë urtësi, kur farë urtësie. Sepse ti e ki pas një të keqe, pastaj u shtu dhe një më e keqe. Për shembull, në familjet tona, ka ta zonë, prindërit tanë, fëmijët tanë, ko e dione, edhe bëjnë një haram caktuar, ta zonë muzikën ngajnë. Edhe të fëmijë o më ndryshe, po të prindi është pak më ndryshe. Se fëmijës janë alish, babës unë janë alish, haramin. Veç babës o babë, mëse këshyrë me Big Brotherën, haqije, mëse këshyrë, marë. Po së jam qelish, së është problem. Edhe tash me shkuti, edhe mja nal, apo mja thy televizorin, apo ku e dione, edhe a i mu qu me bu kufër. Me shajt fin. Qa ki buti? E ki pos një mëkat, shkaku i këti mëkatit që ti ke dasht me hek, e ki sjell një kufër, që e ki nxerr pi fejës bova ki. Që kjo është urtësia. Që kjo është urtësia. Në më dhënë, kësi raste duhet më konë shumë i kujdesshëm për me ditë kur me fol, kur mos me fol. Apo dëni, thot, njëri prej sahabive, thot me i bo kufër Allahut azza wa jall, fol një njerëzve ashtu qysh ju kuptajnë. A dëni me bo, me mohu Allah dhe të dërguarin e ti. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, s'ka dyshim se Allahu do të sjell një popull që ai e do atë dhe ata e duan atë, një popull që është modest e i butë ndaj besimtarve, por i ashpër ndaj mohuesve. Shiko vllaja, nëse ti jenë që të din, edhe jenë që të karvan, lumë ti që jenë këtë karvan. Ka thonë Muhamedi a.s. ka me qenë një grup i shpëtuar dhe pale ndihmuar që ka me ecë në rrugën e drejtë, ka me ecë. Dhe ndonjëherë dalin nga ky grup disa persona dhe mo nuk kthehen ta ai grup. Apo që ky grupi që ecë, wa anna hadha sirati mustaqima, ka thonë dhe kjo është rruga ime e drejtë. Dhe në çet rrugë të drejtë janë shejatinët nga e djatha dhe nga e majta që e largojnë nga ky grup, nga ahli sunneti wal jamaa, grupi shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Dhe nëse nuk është qaj grup në qatë shoqërinë tonde, a mendon se nuk vjen Allahu subhanahu wa ta'ala me një popull tjetër që të ndryshon ty dhe adhurojnë Allahun azza wa jall? Vallahi po. Nëse na nuk e mbajmë, unë e kam thonë me një ders të kaluar, nëse na nuk e mbajmë që të fesë sot çto. Ta bjerë Amerikanin që ka pranu Islamin. Ta bjerë Italianin që ka pranu Islamin. Bovaki ta bjerë edhe shkaun që ka pranu Islamin edhe të sundon çto. Allah nuk e len pa musliman, pa grup të shpëtuar dhe pa të ndihmuar. Andaj ti që e ki që të fe mbroje vllaja.
Mbrojë në mënyrën më të mirë. Të ka përzgjedhur Allah që të më konë shqiptar, musliman, rom, ashkali, ku e dione më konë musliman, mbroje, ruje. Sepse, po nuk e rujte, Allah po thot në Kur'an, ka me pru një popull tjetër, ty ka me të largu. Ka me të largu, vëllaje. Për atë arsye, ti lëm ti që jenë qëtë karvan. Dhe bëu pjesë i këtij karvani. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala, derisa t'ja japish shpirtin, t'ja dorëzosh shpirtin Allahut azza wa jall. Dhe thot Allahu azza wa jall, Muhamedi është i dërguar i Allahut, ata që janë me të sahabët janë të ashpër kundër mohuesve dhe të mëshirshëm ndërmjet vete. Besimtarët janë mëshirshëm në mes vete. Kur të vjen puna me luftu kundër pabesimtarëve, në krahasim me besimtarët janë të mëshirshëm, ndërsa kundrejt jo besimtarëve tregohen burra kur është nevoja me tregu fuqinë. Po kjo nuk aludon që ti ndaj kafirit mos sjell but. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshill, polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Po a do të thot kjo që ti duhet ta kesh dashurinë ndaj kafirit? Jo. Sa ai ty po ta shon Kur'anin, ai ty po ta shon Muhamedin alayhis salam. Ai ty po ta mohon Kur'anin, po ta mohon Allahun, po ta mohon krijuesin. Ai nuk mundet më kon i sjellshëm me ty përderisa Allahun e shon. Për ty sillet vetëm për shkak të ligjit që friksohet nga ligji. Asgjë tjetër. Tregoshin disa vllaznin në Evropë thëshën, nëse doni mi marr vesh kafirat atje në Evropë, aleikum salam. Nëse doni mi marr kafirat në Evropë me shfaqat mllëfin që e kanë zemër, thot këqyri ku të mpijnë. Si të mpijnë e shfaqen ato? A bi çfarë urrëtie kanë ndaj Islamit? Allahu na ka potencu këto në Kur'an që ata e kanë. Bile në zemër e kanë në gjuhët e tyre asgjë s'është në krahasim me zemrën që e kanë ata atë urrëtien. Pi shohim na. A pi vrini këto lëvizje çfarë urrëtie kanë? Me bo me pas mundësinë ata. Wallahi biloj na rrjepin për zgjalli. Po alhamdulillah që jemi shumë edhe s'u bëjnë kur gjë. Po mirë dhon Allah pushtet atyre. Këtu ata të prejnë. Që si urrëtie kanë? Na nuk e bëjmë ato. Ata e bëjnë. Edhe e kanë bërë çdo herë. Pastaj thot, o ti pejgamber thot, luftoj mohuesit dhe dyftyrshit si dhe tregoj i ashpër me ta. Përdorimi i ashpërsisë kur duhet të përdoret butësia është idiotizëm. Që sa mirë po. Kur duhet më përdor butësia, me përdor ti ashpërsi, kjo është idiotizëm, thot shehu. Sepse ti bën dome, apo. Pastaj thot dhe çrregullim ndërsa përdorimi i butësisë kur duhet të përdoret ashpërsia është dobësi dhe humbje. Pika e 6, thot se i përket pikës çështjes së 6, e cila ka të bëjë me çështjen e ekonomisë tani. Kurani ka shpjeguar themelet e saj dhe çështja e ekonomisë bazohet në 2 themele. Vrojtimi i mirë në fitimin e pasurisë dhe e dyta në harxhimin e saj. Çfarë do të thonë? Me këqyr se si po e fiton pasurinë vllai jam. Po ma kanë ofruar një punë të mirë, e kom rrugën e mirë. Ku e dione po s'po mlon me bo këto dhe këta. S'po mlon me fal namazin. S'po mlon me lëshu mjekrën, s'po mlon ku e dione disa prej veprimeve, prej sunetet të pejgamberit sa ma po dhe farzave. Ama shako me bon, tash duhet familjen me këshyr. Mirë vëlla jam, a e din që Allahu të ka thonë kushdo që e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, Allahu i hap rrugëzgjedhje, i jep rrugëzgjedhje aty ku se menon. Edhe e dyta, kushdo që e lën një punë për hir të Allahut, Allahu ja zëvendëson me një punë më të hajrit, më të mirë. Kemi shembuj plot konkret që vllazit na kanë tregu, që një me kanë qenë shumë zor, mirë po kanë bu sabër për hir të Allahut, Allahu ja u ka dhënë hala më të mirë, ja u ka ndryshuar gjendjen. Edhe më të mirë i ka bu. Edhe pasurinë më të mirë, edhe gjitha këto gjëra. A e din që ti ma të pasurin tonë nëse e përzin halalin me haramin, jetu i dhon fëmis haram, jetu i dhon gruas haram, jetu i dhon babës haram, jetu i dhon nonës haram, jetu i shqy me harame. A thua vallë të pranohet duaja? Prej shkaqeve të pranimit duas është edhe risku halal. A e din
ti që s'të pranohet, a ka thonë Muhamedi a.s. Qysh t'ja pranoj duan ati personi i cili ishte fluk shprishur, thot, nëse i shikohet, thot, ushqimi haram, pije haram, fjetja haram, këtë senet dhe për ngrit durt, thot, s'pranohet, për atë arsye dhe muslimanve s'pju pranohet duaja. Për atë arsye s'pju pranohet duaja. Është një rregull, një shumë mirë e trajton Sheh Sulejman al-Rahili, shpesh e kam përmend, thot, kur t'ju vjen një bela, mas pari akuzon e vetveten. Se çdo gjë që ju vjen është si pasojë durve t'juja. Ama nëse e sheh një personi që i ka rrob beloja, a me akuzu ato mi thonë që Allah s'pedon këto ja. Pse ti nuk e din? Do të Allah piçon bela për me ngrit ngrata, me çun xhennetul firdaus. Kështu që nuk mirët si rregull për vete por jo ndaj të tjerëve. Edhe e dyta, harxhimi i saj, me çka po harxhon? Ai din që dietarët apo hadithet e pejgamberit alayhis salam kanë ndaluar që murret mu bë vizatime të tepërta nëpër murre. Shpërdorimi i pasurisë është. Që i qesin me ato tapetat përpara janë nuk e diun ato zbukurimet tepërta. Këto i kanë ndalu feja. E ti çfarë po bën? Po harxhon para në gjëra të kota. Xhamit tona duhet më bë sade, subhanallahu, thjeshta. Nuk kemi nevojë na prej një xhamis që në çato pore, çat xhami që ti i shten, mundesh mi bë 3 xhamia, bovaki. Aq shumë me dhon para dhe zbukurime me bë. Sa që bila e di një xhamin për Izrael, çaq ngjyra të dhësta i kanë dhon, thutin ti që jetë shkuar, subhanallahu. Sade, thjesht, bën e të bardh. As mos bën yarhamukallah, as mos bën vizatime të tepërta, sepse është harxhim vllaje. Dhe për atë arsye do të pyetesh për çfarë? Si e ke fitu pasunin dhe si e ke harxhu. Thot Allahu Azza wa Jall, e kur të përfundoj namazi, shpërndahuni në tokë dhe kërkoni të mirat e Zotit. Suratul Jumu'a, që e trajton namazin e xumos. Që çfarë mas namazit më quhet dhe me dal me punu. Nuk është me dal xumon me marr pushim. Në rregull, e marrësh pushim shkaku që shtun e dille nuk pushon, e merr për shkak të xumos, e marr pushimin, nuk ka problem, por nuk ka ndalesë me punu xumon. Ndalesa është në kohën e xumos me punu. Është haram me punu në kohën e xumos. Thot Allahu Azza wa Jall po ashtu, dhe të tjerë që ecin nëpër tokë duke kërkuar nga të mirat e Zotit me punu. Po ashtu thot, dhe mos e boj dorën tënde të lidhur për qafe, mos u boj koprac e as mos e shtrin tërsi. Qëre, 2 grupe po i përmend. Shini? Grupi i parë koprac i madh dhe grupi i dytë është po jep shumë pa karar. Po harxhon, po jep, mos them po jep, po harxhon pa karar. E merr rrogën, e harxhon 2 javë e parë hiç pa karar që s'ka nevojë. E në fund jetë pa pare. Për nuk shanë që shtot. Të 2 personat e marrin rrugën e njëjtë, ky tipi 2 javë e parë shkon për restorane, shkon për udhime, shkon për asi, në fund jetë pare në borxh. Çka u ke punë? Po nuk bën shtot. Nuk po them mos me shku, ama aq sa e ki organin shtrikon vllajë. Mos harxhon gjëra që nuk ka nevojë. Çatu ushqim që janë në restoran, hajde diku tjetër. Pra po flasim për kategorinë e njerëzve që nuk kanë mundësi, apo pastaj thotë çka? Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, as nuk janë dorë shtrënguar, por mbajnë mesatarën e janë të matur. Po ashtu të pyesin ty edhe për çdo të japim. Çka të japim? Thotë jepne teprica. Ka pas raste të pejgamberit sa një person për punën e trashëgimisë ka dashur me dhon shumë. Ka dashur me dhon domethënë 3/4 e pasurisë. Ka thonë jo shumë është. Po atër 2/3 shumë është. 1/3 ka thonë mirë, në rregull, veç sikur ta pyesnin pejgamberin, ta pyesnim akoma më shumë kish me thonë, jo edhe 1/3 mos e jep. Pse se ti ki fëmijë vllajë, ki trashëgimi. Pse po i lën fëmijët e tu me lyp, me zgot dorën? Jep sadakat tek të tjerët, por se mos i lë fëmijët e tu pa para, pa shtëpi, përderisa ki mundësi.
Dhe që kjo është mesataria me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shiko pra si e ndalon nga shpenzimet aty ku nuk lejohet shpenzimi. Ata do të shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshpërimi tyre e madje ata do të mposhten. Çështja tjetër e shtata është çështja që ka të bëjë me politikën. Kurani tashmë i ka sqaruar themelet e saj dhe i ka ndryshuar që ka të bëjë me udhëheqjen ku udhëhiqen drejtohen çështjet dhe kjo ndahet në politikë të jashtme dhe të brendshme. Po flasim për politikën shariatike. Bukur. E para është politika e jashtme ndërtohet mbi dy themele. Themeli i parë i politikës jashtme është mu përgatit apo fuqishëm, do thot me pas përgatitje të fuqisë së muslimanëve të atij vendi. Dhe thot një herë mirë kundër armikut. Thot Allah azza wa jall, përgatisni kundër tyre kuaj dhe fort sa të mundni që të tmerroni armikun e Allah dhe armikun tuaj. Do të thonë kuajt, na nuk kemi tash, nuk kemi nevojë me kuaj me luftu, se s'është kuaj kuajve. Mirë, po tash janë tonkset, në vend kuajve tonkset janë, aeroplanat janë, gjitha këto gjatë, dronat. Kohën e fundit kanë dalë dronët. Më thonë armatim shkurt e qartë, po të thotë me u fuqizu. Si vend musliman ti duhet mu fuqizu. I dyti thot bashkimi, si duhet i të gjithë rreth asaj fuqie, thot dhe kapuni apo gjithë paslitarit të fesë Allahut subhanahu wa taala, wala tafarraku dhe mosu përçani për gjëra të kota. Gjithashtu urdhroi për gatishmëri dhe kujdes të madh ndaj kurthave të armiqve të Allahut. Çka çfarë ajet? Thot le të jenë syçelur dhe ti mbajnë armët e veta. Bënu syçel dhe mbaj armët. Armët s'po themi na që tash në mënyrë individuale me pas armë. Po i mbajnë shteti, i mbajnë institucionet e shtetit. Thot çfarë jo besimtarët dëshirojnë që ju të jeni të pakujdesshëm. Shikoni edhe një herë ajetin çfarë thotë. Le të jenë syçelur dhe ti mbajnë armët e veta. Sepse thot jo besimtarët dëshirojnë që ju të jeni të pakujdesshëm ndaj armëve. Pastaj thot dhe pajisjeve tuaja që t'ju sulmojnë me tërë fuqinë. Wallahi billahi, veç kohën e duhur e shkau për me na sulmu. Veç kohën e duhur me gjetë. Rastin ma komod që e gje, një hapësir për njerë të sulman. Ne kemi histori. Mas rënjes perandorisë Osman, anë sulmun. Anë ndojten. Gjdo perandori që ka qenë tek ne, apo pas rënjes, për njerë shkijet neve në ka në sulmu. Qoftë në qamëri, grekt, qoftë këtu shkijet, qoftë Shqipnin të në ondë, për atë arsye na duhet mu fuqizu. Duhet mu fuqizu, sëse shkave në kemi të dera. Pastaj thot, politika e brendshme mbështetet në përhapjen e sigurisë dhe qetësisë. Tham, politika e jashtme është fuqizimi i muslimanëve me armatim. Dhe e dyta, e brendshme, politika e brendshme, çka është? Shteti duhet me ofru siguri, me pas politika të sigurta dhe patësore. Sepse kur ka trazira me një vend, edhe daveti është i vështirë. Edhe daveti është ma i vështirë. Kur ka qetësi, kur ka siguri me një vend, shumë ma leti bën davet. Shumë ma leti unë e hypi kerit dhe pepizenit vikto. Se sa kur ka trazira, tut la me dal. Ka punktet ndryshme. Nuk mund është me dal i lirshëm. Për atë arsye, na duhet me mbrojt këtë sigurin dhe paqen që e kemi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Bukur. Shenjat e mëdha rreth të cilave sillet politika e brendshme janë 6. E para është feja. Sheriati është kujdesur për ruajtjen e fesë. Shteti, mu kon shtet që gjykon me ligjet e Allahut, duhet me mbrojt fen, e jo me ta shoh dikush fen. Ta shojnë fen, bën organizatet e ndryshme, kur kush s'kan pesh, as prokurori, as shtet, as kur gjë heq, me aleikum salatullah, me bën muqu na, me bën një organizim që kanë bë këto lëvizjet anti-islame, i madh dhe i vogël çonë dhe flasin. Hajde tash po bëjmë një grup, edhe po them organizata për luftimin e fesë krishtere. A di çka bëhet? OKB-ja dalin folin. E këta na të ditë që po na shojnë, apo shihni video çka po bëjnë. Se çfarë urrëtie. Tan kontu na shoj turko-arab, fjalë më të fllëçta të mundshme. Kërkush flet hiç. E në një koment me bo, aty
për njëherë ti ekstremist që edhe unë nuk pajtohem me atë ekstremizëm, po themi nuk po peshohen senet që shduhet. Nuk po peshohen senet që shduhet. E para ishte feja, e dyta ishte shpirtrat. Allah e ka bërë të ligjshëm kisasin në Kur'an, në ligjin e barazis, në ndëshkim ka siguri për jetën tuaj. Është caktuar juve kisasi për vrasje, thot Allahu në Kur'an. Kisasi, dhe më thonë qka? Kur njeriu e vret një person, shteti e merr çat person edhe e ekzekuton, vetëm nëse ja bëjnë halal familja. Ajo është diçka tjetër. Pastaj thot, është caktuar juve kisasi, po ashtu e kush mbytet pa të drejtë, kujdestarit të tij ne i kemi dhënë të drejtën, të kërkoj drejtësinë. Kush jeti mja marr shpirtin e njeriu? Kush jeti? Po mirë dhe ekzekutimi i një personi i cili vret bën krime edhe në Amerikë ki. Qa për bëni të madhe, jo, veç jo, po lip një musliman të ekzekutim. Po në Amerikë është. Në Amerikë disa shtete që në 52 shtete, ka ligje që ekzekutohet. Qoftë vrasi, qoftë kriminali, apo ko e dione që i kanë ato ligje dhe veda, qëfar krime bëjnë, ekzekutohet. Pse ajo s'po bëhet e madhe? Veç musliman kur kërkojnë ato ligje me i. Se vallahi, kur ti mendon, kur ta vret një person, dhe shteti ty të ekzekuton, të nalet dora me vra personin. Nalet. Pastaj thot, e treta është mendja. Thot, Kurani flet për ruajtjen e saj, si thot Allah në Kur'an, o ju besimtar, thot, s'ka dyshim se pijet alkoolike, bigjozi, idhujt, shigjetat e fallit janë vepra të ndyre nga punët e shejtanit, prandaj largoni nga këto me qëllim që të shpëtoni. Pse? Po thot mendja, sepse alkoholi ta dih mendjen. Alkoholi bëhet sebeb Allahu na ruajt, mas pari, fillon me haram, çaj alkool mundet më bëj sebeb ti me bëj zina me nënën tënde, me motrën tënde, me çikën tënde, se e hub logjikën. E feja ka ardhur me mbrojt mendjen. Tjetër thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, çdo pije dehse është haram, ajo që dej në sasi të madhe dhe sasia e pakt është e ndaluar. Dhe për këtë kemi ndëshkim ndaj pirsit të alkoolit. Bukur, a di që ka disa methode që thonë që nëse pijet pak, nëse nuk dek, atër është e lejume. Kërdi kanë bo me këtë fetva. Kërdi. Kjo është në mesin e methebe, mos harani mesin e fikut. Djetarve, alamet djetar. E tasha milion qëto fetva? Po qile dira që i pi njerëzit. E qysh mi rat është kësaj qështje, qysh mi u kundër përgjeq? Thot unë s'po mpina. Pe pi një detë si saba për saba, mjeku më ka thonë që është e dobishme, është e shëndetshme me pi një detë si në mëngjes, për bakterje, virusa, ku e diona i kanë ato, senet. Qysh mi dhonë përgjegje? Shej Albani thot, qysh e cakton ti limitin kur mbijesh? A mush me cakton limitin, a? Po dikush mpijet me 2 deci, dikush mpijet me 5 deci, dikush mpijet me 2 bira, dikush mpijet me 10 bira. Sa me caktua vlla, kallxom një limit. Po që kjo hadithi, çdo pije dese është haram, dhe çfarë thot? Ajo që dehin sasi të madhe edhe pakica asaj që do ta mshiltiren. Valla i kom një 3 gram apo 3 mililitra, çka mi thonë aty me një filon artikullin alkool. Alkool është, u kry puna. Mos e përdor. Ama ka raste të caktuara vllazni ku është përmbajtja me alkool dhe lejohet me pi. Lejohet me hongër. Pse shtrohet pyetja? Qa për mendja? Pse? Pse ato e kanë lejule moja? E humb të qendurit alkohol. 50 copa hajti s'mpijesh me ato. Sepse e humb. E ndryshon gjendjen ajo. A lejohet me përdor ufull që është bë prej alkoolit, nëpërmjet alkoolit ka shu. A lejohet, as lejohet? Qa po thani? Ha? Lejohet me përdor, po s'lejohet muslimani me bo. Sepse, fillimisht ti e merr rushin, e merr mollën, e këtë dionit që ka kësi, dhe më thonë, të mollës, e të rushit, e gjërave të ndryshme, këtë dionit, ka dhe të hurmave, prej soj bëhet alkohol. Prej alkoholit bëhet ufull. Që ky proces që bëhet, nëse kalon nëpërmjet durve tuaja, nuk lejohet me bo muslimani. Mirë po, në procesin e fundit të ndryshimit të gjendjes, muslimani lejohet me përdor. Po ka raste që nuk bëhet alkohol, direkt shkon në ufull.
shembull janë aceto, çfarë di në Italisë disa, e thuhet që mas pari bëhet alkohol, dekse pastaj ndryshon gjendje. Edhe gjërat miren me gjendje. Çfarë substance është? Nuk është që ajo nuk është dekse. Sa dush ti pije, nuk është dekse. E katërta, thot është familja, për ta ruajtur atë Allah e ka bërë të ligjshëm dëshkimin e amoralitetit. Wallahi, nëse ti e ruan familjen, shteti ta ruan familjen nëpërmjet ndëshkimeve, atëherë nuk po them që ka mushu zinaja, mirë po në mos të madhe ka mu ndalu zinaja. Kur e din një burri martum, edhe një grua e martume, që ka mu ekzekutu atje, nëse jënë të martum, nuk bën zina. Ndalet. Apo një i ri goditet dhe internohet, nuk e bën. Dhe për atë arsye, në dënimet sheriatike, ka hajër të madh. Pastaj thot, si thot Allahu Azza wa Jall, lavirin dhe lavirin ta rrihni secilin prej tyre me nga 100 goditje, është për qëllim, domethënë të pamartuarin. E pesta është nderi, për ta ruajtur nderin, Allahu ka bërë të ligjshëm fshikullimin e atij që shpif ndaj grave të ndershme me 80 goditje. Kush je ti me dal në Facebook aty me thon filan gruaja ka bëu zina. Kush je ti? A di që bja prish jetën ti? Sot për shembull del dikush shkron ka bëu zina, o smirët, as gjykata i qesh aty pa ditë bësh në gjykata ku e di unë, mas 5 vjet të thirrën. Vjen letra mas 5 vjetë. Edhe atëherë mo harrohet më çështja dhe lekret. Ti ma prishë mu jetën, Allah. Ti grus tema, apo ti filon motrë si thaj zinaqar, pa fakte. Dhe nëse ti e akuzon atë, ti e ki bo me pikëdzez ato vloje. Njerëzit pastaj besimtarë tutën me marë atë, duke menu që është zinaqare. Qysh për shpif? 4 dëshmitare e ke pas, jo si ke pas. Qysh atëre? 3 dëshmitarë nëse janë, prapë spranot në shëriat. 3 dëshmitarë vllazni, edhe nëse e shohin tamam tu i organi, në organin femnor duhet me dëshmu, me sytë e vetë me po, i 4 i s'ka dëshmu, nuk mirët e gjykatësi. Ku më ti me folën? Që shpithu më falin shpreje, lavire, fjallë që s'pëdu me përdor, fjallë të fliqte ndaj grave të ndryshme. Pastaj thot, pasuria për hatër të ruajtës së pasurisë, çka bëhet? I pritet dora. Shumë. Qyshmi prej dora një vjedhe që përbën poa, e nëse një vëlla musliman apo një njeri 30 vjet, 20 vjet mledh pare për me bëni një shtëpi, apo për me shku në hax, apo është i smut me vite, domethënë për me hin në operacion, edhe ti po shkon pja vjedh, çka i bën ti bre? Jo dorën, po thotë unë kukën ja pres. Jo sheriati po thotë dorën. Po pse dorën? Ajo dorë është e smut vllazni. Ajo dorë që prek në pasuni që vjedh është e smut. Dhe sheriati, institucionet e shtetit, gjykatat e merr dhe e pret atë dorë. Ajo dorë, lëre që i shkon dora, lëre që ai marrohet, turpërohet tan jetën me atë dorë që i ka shku. Se këtë din për shkak të vjedhjes që ja kanë prej atë dorë, apo? Pastaj thot çështja e ka të bëjë me sundimin e jo besimtarëve mbi muslimanët, që fatkeqësisht i sundojnë në disa vende të ndryshme muslimanët, jo muslimanët, shkaku i dobësisë së muslimanëve në fenë e tyre. Allahu subhanahu wa taala e ka vendos fatkeqësinë apo sprovën vend në luftën e Uhudit. Te kush? Vesh një urdhër të pejgamberit alayhis salam që se kanë çunë vend, shigjetar që i kanë lënë pozicionet e tyre kanë humbë. Një urdhër vllazni, sa urdhra na si çojmë vend. Luftën e Bedrit ishin 300 e diçka vet, kundrejt 1000 pa besimtarve, edhe fituan. Këto ishin të fuqishëm, apo ishin, domethënë sikur pa besimtarët, por vetëm një urdhër e lshuan, shkuan poshtë nga kodra e Uhudit, se i pan menduan që fituan. Muhamedi alayhis salam ka thonë, mos i lshoni pozicionet, shkuan me marë plaçkën e luftës. Ju këthyn mrapsht pa besimtar, edhe i vrajtën muslimanët, edhe atër zbritën ajetet kuranore që e tregon këtë gjë,
Pastaj thot çështja e 9 ka të bëjë me çështjen e dobësimit muslimanëve dhe përgatitjen e tyre të pakt përballë jo besimtarëve. Gjithashtu kjo është shkaku që i largon fesë Allahut subhanahu wa ta'ala deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.